Një problematikë e zvarritur për mbi 30 vite në zonën e Shqezës në Vaudès po merr zgjidhje. Rikualifikimi urban i fokusuar në asfaltimin e rrugëve pritet t'i jap fund vështirësive të përditshme për mbi 1000 banor, duke përmirësuar ndjeshëm lëvizjen dhe aksesin në rrugë. Banorët tregojnë se deri më tani qarkullimi ka qenë i vështirë, sidomos në kushtet e motit të keq. Ky asfalt si baçat shumë vite që nuk ka bërë investim. Pa pak më kanë bërë investimet e kanaleve kulluese. Tash 35 vjet sa bën kjo rrugë. Nevojshme jashtë masat. Kena vujt në për balta, në për gjana. Janë 1080 banor fshatit. Investimi është shumë i mirë për këtë fshat. Pjesa rrugës sa keni nevojshme jo sot po vite më parë. Ndërkohë kryebashkiaku i Vaudès, Kristian Shkreli, bën të ditur se puna po vjon për një investim që përfshin 4.5 km asfalt linear, së bashku me rrugica dhe degëzimet që lidhin banesat. Sipas tij, kjo ndërhyrje vjen si përgjigje ndaj një kërkese të vazhdueshme të komunitetit. Po bëjmë inspektimin e punimeve, të cilat janë drejt përfundimit. Po bëhet një ëndër 30 vjeçare këtyre banorëve realitet. Ka 30 vite që kërkojnë këtë rrugë që të shtrohen me asfalt. Ky investim po bëhet me fondet e Bashkisë Vaudès, arrim vlerën e rreth 700 milion lek të vjetra. Shpresoj që t'ju lehtësoj sa më shumë jetën dhe punët e komunitetit dhe banorëve. Ky projekt shënon një tjetër hap në rikualifikimin e infrastrukturës me fokus të veçantë zonat periferike, duke synuar standarde më të mira jetësore për banorët.